Deputet, ju lutem zini vendet. Ju lutem zini vendet. Nuk mund të lejojmë këtë lloj fjalori në këtë parlament, paktën sa jam unë kryetari i kuvendit. Shumë faleminderit, uluni zini vendet. Zini vendet. Ndërpritet fjala. Fjalën e ka zoti Taulant Balla, kryetari i grupit të Partisë Socialiste. Jo. Zoti kryetari i kuvendit, zonja Zotrin deputet, spari në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, dua t'i bëj një thirrje Partisë Demokratike të distancohet nga dhuna e përsëritur në protestat e thirrura nga kjo parti. Çdo parti politike ka të drejtë legjitime të protestojë dhe kjo është e garantuar në kushtetutë dhe në ligj, por çdo parti politik apo formacion që thirr një protestë mban përgjegjësi për mbarvajtjen e këtyre protestave. Duket qartë që personat e përfshirë në aktet e dhunës janë persona të nxitur, të dyshuar, të paguar për të kryer ato akte dhune. Kjo është çështja e parë dhe mendoj që Partia Demokratike, një antare e Partisë Popullore Europiane, duhet të distancohet nga këto akte dhune, ndërkohë që Kuvendi i Shqipërisë me urgjencë duhet të shprehet në mbrojtje të punojësve të policisë shtetit. T'i urojmë shërim të shpejtë punojësve të policisë shtetit dhe të kërkojmë nga prokuroria aplikimin e të gjitha atyre masave shtesë që kemi marrë në vitin 2019 dhe 2020 për paprekshmërinë e uniformës policisë shtetit. Mos harroni asnjëherë që punojësit e policisë shtetit kanë derdhur gjak dhe vënë në rrezik jetën e tyre në këto raste. E dyta, zoti kryetari i kuvendit, për procedurë. Zoti Balla, qëndroni te procedura. Për procedurë, ishte propozim, zoti kryetar, dhe besoj që edhe ju duhet ta mbani shnim. Kuvendi i Shqipërisë duhet shprehet për këtë çështje. Tjetra që kam. Zonja e Zotrin deputet, popull shqiptar që na ndjek sot nga kjo seancë. Jemi sot në një seancë pak ditë nga një akt akuzë e turpshme. E dhënë, pushome se le nam. Ditën e hënë, jemi njohur me akt akuzë të turpshme në ngarkim të 4 udhëheqësve të UÇK-s. 180 vjet bëjti, se dion për ku punon ti, po. 180 vjet burg janë kërkuar ndaj udhëheqësve të UÇK-s një akt akuzë e pa dëgjuar, ndërkohë që për asnjërin nga personat e marrë përgjegjës penal të ushtrisë serbe në Kosovë nuk ka ndodhur gjë tillë. Vetëm për Ratko Mladić është kërkuar 40 vjet. Kërkesa për procedurë është Kuvendi i Shqipërisë të ndërpres punimet menjëherë, të ngarkojmë zotin Hasani dhe zotin Shehu në Komisionin e Politikës Jashtme dhe ta përfundoj fjalën. Të përgatisim me urgjencë një deklaratë të Kuvendit të Shqipërisë, e cila duhet gëzojë mbështetjen e gjitha palëve në Kuvendin e Shqipërisë për t'i bërë qartë Hagës dhe çdo aktori tjetër se Shqipëria dhe shqiptarët, populli shqiptar, nuk mund ta pranojnë një balë të tillë të hedhur kundër një lufte çlirimtare, sikurse ka qenë ajo e popullit shqiptar të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo deklaratë e Kuvendit të Shqipërisë duhet të miratohet menjëherë. Dhe ti që i ke shërbyer gjithë jetën tënde serbisë, liroja të foltore se le nam.